Nëse ka një vend ku sporti dhe natyra krijojnë një harmoni të përsosur, ai vend është Puka. Ajri pastër, relievi malor dhe mikpritja karakteristike u bën skena ideale për zhvillimin e Kupës së Veriut në qitje Ferit Demushi, një aktivitet kombëtar që mblodhi mbi 100 sportistë dhe promovoi njëkohësisht sportin, turizmin dhe jetën e shëndetshme. Për të 11 vit, shoqata Shumë Sport e Shtrërbuni organizon kampionatin e Kupa Veriut në qytetin Pjatel. Por si vjet është një risi e re, sepse marrin pjesë 3 federata, është një aktivitet me 3 disiplina sportesh. Është Federata e Qitjes, që marrin pjesë gjithë ekipet e Veriut dhe gjithë shqiptarë nga Berati, nga shumë rrethe të Shqipërisë. Është Federata e Alpinizmit, që merr pjesë me disa ekipe në ecjen e hiking, që do të bëhet këtu rrotullat e kurorës së Pukës. Është edhe Federata e Harçeve për herë të parë, që sot ne performon në Pukë me kampionatin e Harçeve. Më 4 korrik 2026 në ambientet sportive pranë Hanit të Përparim Laçit në Pukë u zhvillua një nga aktivitetet më të rëndësishme të kalendarit sportiv të Federatës së Qitjes. Aktiviteti Kupa e Veriut në Pjatel, ashtu siç kanë thënë edhe parafolësit, është viti 11 që zhvillohet, por sot kemi një veçanti, sepse kemi krijuar një bashkëpunim ndërmjet 3 federatave. Do donim që të koordinonim aktivitetin e Federatës së Qitjes, së Harkut dhe Federatës së Alpinizmit, e cila do konsistonte në faktin që përveç zhvillimit të kampionatit të Kupës në Pjatel, ne po demonstrojmë edhe aktivitetin e Federatës së Harkut në mënyrë që të mund të mbledhim sa më shumë sportista të ri edhe në aktivitete të tjera. Kampionati i kombëtar i Veriut të Qitjes në Pjatel, si gjithnjë, ka interesimin e publikut sportdash të qytetit të Pukës, edhe në shtetin e bashkisë të Pukës, dhe veçanërisht shumë interesuar është shefi i klubit Shumë Sport të Shtrërbuni në Pukë, Përparim Laçi, mjeshtri i madh i sportit. Ky në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Qitjes, në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Pjatelit, të Qitjes në Hark e tjerë, sot organizon këtë kampionat për Kupën e Ferit Demushi. Ndërojnë personalitetet të larta nga Federata Shqiptare, veçanërisht kryetari olimpik i kësaj federate, zoti Fidel Ylli, e mjaft personalitetet tjera, Bashkia Pukë, dashamirës, artist, shkrimtar, poet, biznesmen e tjerë. Populli i Pukës e shohin si një ngjarje, si një fest, sepse sot vetëm këta sportista që performojnë këtu, por është interesimi i spektatorëve të shikojnë këta gjuetarë të mrekullueshëm që me synin e tyre godasin shenjë. 2 e kështu me radhë. A mendon se Puka meriton me këtë fresë që ka Puka më mirë se asnjë vend? Po të lumë të goja, po tash Puka është mbreti i turizmit verior. Pyet gjelbrimi, freskia, ujë freskët, por mbi gjitha është dashuria e njerëzve, bujaria e njerëzve, të cilët me një kulturë, me një edukatë tradicionale mirëpresin veçanërisht të ardhurit dhe i quajnë si njerëz të afërt familjes. Dhe quajnë si një festë, në morin tonë, kjo është si një festë deri kampionatin tjetër. Organizuar në bashkëpunim me klubin sportiv Tërbuni, kampionati mblodhi 8 ekipe, secili me nga 5 garues të ardhur nga 4 qarqe të Shqipërisë. Organizohet nga shoqata Shumë Sporte dhe një disiplinë re që e kemi futur në Federatën e Qitjes Sportive, Qitjen me Pjatel, dhe çdo vit bëhet në nder të një ish sportisti ose artisti ose një figurë të shuar të qytetit të rrethit të Pukës. Dhe si vjet është për Kupën Ferit Demushi, një artist, një ish fotograf, një artist, një gjuetar, qit shumë i mirë, të cilët është respekti dhe gjithë aktiviteti i kushtohet Kupa
Ferit Demushi. Si presidenti i Komitetit Olimpik, unë kam detyrë time funksionale për të ardhur për qëndruar pranë sportit edhe në këto qyteza për ta promovuar më së miri Pukën që ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik. Por iniciativa e këtij njeriu të çmendur do ta thosha si përparimi që me thonjë ka ndërtuar një mini resort të vogël, një agroturizëm dhe me njohjet e tij që ka mundohet që të ftojë të gjitha shoqatat dhe federata sportive për ta promovuar Pukën, për ta promovuar sportin se në këto zona njerëzit kanë lëvizur dhe ka pak njerëz. Ai nëpërmjet këtyre aktivitete është më së miri për të promovuar turizmin e Pukës. Që në orët e para të mëngjesit, fusha sportive u mbush me sportistë trajner, familjar dhe vizitor. Çdo gjuajtje kërkonte qetësi, vetë kontroll dhe përqendrim maksimal, ndërsa rivaliteti sportiv i dha garës emocione deri në fund. Interesimi ishte jashtëzakonshëm, duke treguar se ky sport vazhdon të ruajë një komunitet të fortë pasionantësh. Ne jemi me ekipin e Valldesit. Para 2 javësh, një javë kena bërë kampionatin shqiptar qitesh, kampionatin Berat për gjithë Shqipërinë. Sot jena do marr pjesë në kampionati i Veriut. Po, sa kohë që po merresh me qitje? Kemi 4 vjet që bëjmë qitje. Qitja është pasion, është e re tani. Kush në familjen tënde? Gjun Axha, Gjun Babi, ka gjujt gjyshi peshk, ka gjujt vllai gjyshi, tash një nga gjyqtarët më të mirë në Zadrim. Po tani na kanë kalu rrollën neve. Shumë mirë. Të pëlqen si sport? Shumë. Jena rrit me çiften do. Jam shumë kurështare në jetën e përditshme me se jeton. Unë punoj në turizëm, jam edhe elektricist. Vesh punoj me turizëm, ndërsa dimrit e kështu përgjithësi jam në zanatin elektricistit. Kupa mban emrin e gjuetarit të njohur Pukjan Ferit Demushi, një figurë e respektuar, emri të cilit lidhet ngushtë me traditën e gjuetisë në këtë krahin. Unë spori herë falënderoj zotin Përparim Lashi, sekuritar i federat shumë sportive, Pjateli Veriut, si quhet, për atë mundësi që avon për me vlerësu si gjuetar me fjalë dhe me kupën e shoqatë zgjuetarëve. Unë personalisht jam marrë me sportin e gjuetisë djetë dhe jam mundu me dhonë ashtë sa ka kërku edhe statusi unë kushtet. Por faleminderit për i ti për ato këtë veprimtari që ka gjithë një me forcat e tia ekonomike e familjare. Sa me pasion e ke pasur gjuetin? Dhe si familje se që gjajnë e kam pas gjahtar dhe që në moshën e vogël me fjallë marë. Po pikërisht në moshën 25 vjetë e lartë unë jam marrë vetëm me gjuetin. Jo vetëm si prind, po edhe si person vetë, me shoqatën me fjallë vazhdimisht kam qenë edhe për to me fjallë që kena ato grupet e punëse, por edhe gjajim ka qenë bashkë udhëtar i shoqatë gjuetarëve me babën e Përparim Lashit. Shenjë, ke pas shumë? Një shumë. Sa ke vranë ndonjëherë? Se për shembull në për Pjatele kam marrë pjesë edhe këtu kam marrë me fjalë kam marrë 2 goditje nga 3 ishin, po kam marrë 2 goditje. Bile kam pas edhe djalin tim me moshën e re të fëmijëve që ka zonë vend parë për moshën se kështu i kena me moshë. Ma tregon një sekret. Pse ti ke shkruaj aq shumë? Është e lindur apo i matesh mirë? Çfarë? Jo, ndonjë sekret? Më shumë me fjalë e
mora si dëshirë nga Xhaxhaj. Kur gjuan, qa teknike përdor? Unë shumë unë mi shpet me kënë gjutit, po se... Mos mu mendu shumë? Mos mu mendu, për arsye se kështu më ka ecë edhe bile kam pas teke, kam kur si që në gjah, si që një lej si me qifte shumë shpejt, ose si me automatike që kanë talte. Se po mendove? Po mendove, si kur më edhe këtu me kënë unë i du pa shpejt se nërëshim si kur mikë. Dakor, në jetë të ka qëllu që të qëllosh, të kesh një familje të mirë, një grua të mirë, shtëpi të mirë, dhe përte ke gjuajtur në shenjë në jetë apo vetëm në pjatel? Për shpim, ka ta kuj si shpim ta ketë bo parma jeme, jam mundu po mu shkatru. Bele jam jashtë asaj. Për gru kështu mëra për fatë ashtu, për fatë kam edhe 5 djemë, mi fjallë 5.000. Pra 5 shenja të mira. Kështu. Jo, kes po jeta kështu ashtë. Për shumë prej pjesëmarrësve, gjitja nuk është thjesht një sport. Ajo është një trashëgimi e kaluar brez pas brezi. Unë kam aktivitetin e kam fillu qysh 12 vjeç, këtë aktivitet. E kam gjujtur gjithmonë. Qa ke gjujtur? Kam marrë pjesë edhe në pjatel, qysh 12 vjeç. Qysh pa lejnë armës. Këtë armën e ke tëndet? E armën e kam temen. Ku e ke siguru këtë armë? Këtë armën e kam siguru këtu në Shqipëri, është blej me leje. Edhe unë jam tifoz i shpendve, si gjuj vetëm me zagar. Zagar t'i kena mojt gjithmonë. Të mund i servis në zagarët. Zbahet fjallë, na jena ashtë pasion, nga është një gjonë se ashtë në gjak, nuk ka lidhe, ashtë pasion. Çdo gjë, kur del, kur e ke zagarin për dorë, atë gjithë s'ka nuk shkën vendje pra si gjë ma. Sa zagar ke? Unë kam 6 copë për momentin. Qarë somë në shpi, bantë gjitha? 6 copë në shpi. Edhe kja është një aktivitet që unë kam marrë pjesë çdo vit këtu, në Puk. Ke arrit në rezultat? Po, kena arrit rezultate. Për momentin kena marrë rezultat kampion Shqipnijet. Ke arrit të bësh? Ja, kena fitu kampion Shqipnijet para 10 ditëve, si ja bon kampionati ekipi jonë. Bravo. Edhe kena dalë shumë mirë. Tu quaj kampionati i veriu, po ja ku kemi dhe jugun të përfshirë. Gjithsesi, ne kemi marrë shpesher pjesë në Puk, në përkampionate, dhe më bet qefi që dhe ekipi jonë i Tomorit zori vendin e parë. Gjithsesi, më shumë jam i përshëndetuar për mbarvajtjen që na shkojnë barë, se kemi të bëjmë dhe me armë zjarri. Bravo, çdo gjë shkoj mirë. Shkoj shumë mirë. Të tërë njerëzit të jenë aktivitet, të shlirohen. Shumë prej garuesve vinë nga familje gjuetarësh me histori shekullore, duke ruajtur një kulturë që vazhdon të jetojë përmes disiplinës sportive. Gjyshi, baba gjyshi. Gjyshi, baba gjithmonë me gjutin. Është 5 brez. Po qa gjuhet atje? Qa ka gjuhet atje? Gjithmonë pupla gjithmonë shumë se lepër, gjithmonë rosa egër, shkurca, turtë dhe gjithë këtë lloj. Ti e rritur në frymën e tyre ke pa ata, Të është 500 vjetë, edhe deri te djali si vazhdojnë. Kur ke gjujtur për herë parë? Qysh se më kanë 10 vjeç. 10 vjeç. Okej. Në është edhe më i vogël. Pse e kemi qef? Qa të pëlqet ky sport? Pasioni është në çdo vend gjakut është lloj pasioni në shtëpinë tonë. Keshe? Po, më përzi me shok. Të shumë mirë. Atje në vendin tënd, atje e pëlqen edhe të tjerë në moshë? Po, kena shumë anëtarë shoqata, kena shumë gjytarë që e peshit. Pra është një sport që Domthon në shtëpinë fisin tim mund të jena 30 gjytarë, mos se kaloj motë për numrin. Më të shtojnë me një mbi emrin Allah, vetëm këtu sot. Bravo. Kush ka më shumë shenjë? Meshkujt apo femrat? Të shna munona meshkujt. Në jetë ke pasur shenjë? Po faleminderit Zotit. Dalalloj të gjithish. Dalalloj të gjithish. Nuse të mirë edhe familja. Faleminderit. Është shumë argëtues, sidomos pjesa e parë e disiplinës, e cila ne sigurisht e përdorim edhe sporti edhe federata ka të mirat e saj, sepse në një moment të caktuar ti zbulon një talent, i cili nesër pastaj do të jetë edhe një sportist i mirë, pse jo? Ne kemi një jetë me këtë lloj sportit,
ky sport. Tan janë fitues me një numër diferencë shumë të vogël, fiton ai më i miri me 1 pikë, 2 pikë diferencë. Ne në sezon të mbyllur, po kuptohet që sezoni hapet në shtator. Hapet në shtator. 15 gusht deri në mars. Do lësh të sport për të marrë me gjueti? Jo. Ky është një lloj sporti që zhvillohet gjatë kohës kur gjuetia është mbyllur. Dhe kur fillon gjuetia, ky lloj sporti nuk ushtrohet, paktën tutë ne. Kurse në Itali e gjithkund tjetër ushtrohet. Më thuaj një sekret të teknikës, se u duar tropite këtu, një sekret. Sekreti është vetëm ushtrimi i intuicës edhe instikti i qitjes. Ushtrohet ky instinkt apo jo, duhet të lindur? Kuptohet si tanë sportet zhvillohen me sa më tepër të ushtrohen, aq më tepër rezultate ke. Nëse gratë do përfshiheshin në këtë lloj sporti, do ja kalonin burrave si mendon? Gratë kanë pjesën e tyre. Janë të zonja? Patjetër. Mjafton ta ushtrojnë edhe funksionon. Në prononcimin e tij, zëvendës presidenti i Federatës së Gjuetisë shprehu mendimin se moratoriumi i gjuetisë së kafshëve ka ndikuar në zbehjen e kësaj tradite, duke theksuar se aktivitetet sportive si ky kampionat ndihmojnë në ruajtjen e frymës së qitjes dhe edukimin e brezit të ri. Duke marrë pjesë në këtë aktivitet i cili zhvillohet pothuajse vetëm nga gjahtarët, sepse këti thojnë aktivitet shumë sportsh, por këtë aktivitet e bëjnë vetëm gjahtarët, sepse vetëm ata janë të autorizuar për atë gjahë. Dhe moratoriumi nikoj jashtëzakonisht negativisht për 12 vite, eliminoi çdo gjë, eliminoi atë të thanunin trashëgimni të gjuetisë, trashëgimni e brezat të gjuetisë, se kushdo nuk bëhet gjahtar. Kushdo pse blen një armë gjahut, nuk ka të drejta për dalë me gjuhit ose me shkatru natën edhe ditën. Pra gjotara është ai që vjen nga një brezni, nga gjyshat të gjysha dhe me radhë, deri ditën e sotme. Siç gjotia ka kënë trashëgimni prej vitesh, ku njerëzit e kanë përdorur për mbijetesë, po e kanë përdorur edhe për sport. Ka lind për herë me njeriu. Dhe sot ka ardhur këtë ditë sot ku bëhen aktivitete të ndryshme. Për të sqaruar dhe opinionin e gjerë, se ka nga ata që nuk e kuptojnë rëndësinë e sportit. Pra një qytetar i thjeshtë, i cili thotë, le të mos vriten kafshët. Tyra Zoti ka krijuar çdo gjë në këtë tokë për hatër të njeriut. Dhe njeriu duhet të ketë koshient ndaj ligjeve të natyrës që mos e shkatërrojnë në embrion. Çdo gjë, çdo kafsh ka një afat ligjor ose kohor, kur do të bëhet gjuetia atyne. Është një sezon që e përcakton shumë mirë, ku gjotari brenda atij sezonit do të bëjë një gjueti të rregull, po jo për ta shparuar gjuetin. Do të mendojnë të bëjnë një gjueti sot që për të ruajtur diçka për së vjet ose për nesër. Dhe moratoriumi i futi në lojë, largoi gjahtarët e rregullt që njohin rregullin e gjuetisë, ligjet e gjuetisë, sezonin e gjuetisë, dhe u futën në lojë kontrabandistat. Ata që gjuajnë natën, ditën, nuk dinë ku ka sezon gjuetiet, nuk dinë ku është cila spesa është ndalume, ku shumëzohet lepri, ku shumëzohet thanza, pra janë me kalendar dhe ruhen. Dhe asnjë gjuetar i rregullt nuk e ka degraduar gjuetin deri në limitin e fundit. Justifikimi i shtetit ishte mbyllja e moratoriumit për të shkatruar, për të justifikuar procedurat e veta në momentin që bëmë një takim ndërkombëtar me datën 22 maj. Kemi bërë me federatën, me CIC edhe me FACE, dy federatat më të mëdha të gjuetisë, ku përfshihen 17 milion gjahtarë. Dhe këta janë drejtues të këtyra ku i bën pjesë edhe në këta federata. Vetë ministri i mjedisit arrin me thanë që në një intervistë që bane, moratoriumi ishte fatkeq. Për 12 vjetë moratoriumi ishte fatkeq. Dhe sot thuti mas 12 vjetë që bënë fatkeq. Konkluzionin se çfarë risish nxori moratoriumi për 12 vite. Asnjë, zero. Por aktiviteti nuk u kufizua vetëm te qitja. Për herë të parë bashkëpunuan 3 federata sportive: Federata e Qitjes, Federata e Harkut dhe Federata e Alpinizmit.
aktivitet që grumullon gjithë rrethet e Shqipërisë, qarku i Shkodrës, qarku i Lezhës, qarku i Tiranës, qarku i Beratit. Sot janë rreth 120 qica, po, dhe janë rreth 30 gjujtës me hark, të cilët po performojnë tash edhe qitje me pjatel dhe harqet. Po, janë edhe vajza të reja që kanë ardhur nga rrethet, por që mendojmë që vitin e ardhshëm të ketë dhe puka një ekip harqesh, që të performojnë me vajza, është një sport shumë i kërkuar dhe bota e ka në trend. Mendojmë që ta kthejmë trend edhe ne, që është një sport që edhe nga vajzat edhe nga djemtë shumë i kërkuar. Sporti në vizionin e Komitetit Olimpik nuk është vetëm një garë që kush do fitoj sot në pjatel, në hark ose në climbing, por sporti në vizionin tonë është turizëm, është ekonomi për qytetin, është edukim, socializim dhe sportistët janë ambasadorët më të mirë që promovojnë vlerat e vendeve të tyre, qyteteve të tyre, të federatave të tyre, të familjeve të tyre. Prandaj si presidenti i Komitetit Olimpik duhet i bëj nëpërmjet kësaj interviste të gjithë kryetarët bashkisë, të 61 bashkive, vëmendje më shumë nga sporti, vëmendje se sporti edukon të rit, i largon nga veset, nga alkooli, nga duhani, nga të gjitha veset e këqija dhe i afron afër këtyre ambienteve sportive që ata të bëhen më të devotshëm për veten e tyre, për familjen e tyre, por dhe për shoqërinë. I gjithë qëllimi në fund të aktivitetit është promovimi i jetës së shëndetshme nëpërmjet sportit, sepse sporti është edukim në radhë të parë, për të promovuar një jetë të shëndetshme nëpërmjet sportit. Kemi një brand të Be Activit këtë vit, që është projekti i Komunitetit Evropian, për të treguar që duke qenë në lëvizje do të kemi një përmirësim të jetës, prandaj dhe unë ja sugjeroj të gjithëve merruni me sport, sepse sporti do t'ju përmirësoj jetën. Si neve i japim rëndësi edhe promovimit të Pukës, jo vetëm si destinacion turistik, por edhe zhvillimin e sporteve të aventurës, kryesisht hiking, bicikletave malore, alpinizmit dhe sporteve tjera ekstreme, të cilat kryesisht zhvillohen Pukë. Ndërsa në një pjesë të fushës zhvilloheshin garat e harkut, grupet e reja morën pjesë në ecje në natyrë, duke e kthyer këtë ditë në një festë të sportit në të gjitha format e tij. Sot kemi ardhur këtu në këtë vend kaq të bukur me ftesë nga shoqata shumë sportit të Tërbuni, një aktivitet shumë i madh që dhe ne si përjet parë që marrim pjesë, kemi kënaqësi të marrim pjesë dhe duam ta zhvillojmë këtë sport në një farë mënyrë. Sot kemi një profesim të vogël nga Federata Shqiptare e Harkut me 5 sportistë. Që janë të gjitha vajza dhe më pëlqeu për të gjë dhe përparimi tha do ishte një kishim dhe Pukë një ekip. Po, kjo është një iniciativë që shoqata shumë sporteve e nxit më shumë promovim në sportit harkut, pse jo edhe tek gjenia femërore që zhvillohet ky sport për treguar që jo vetëm meshkujt janë aktiv në sport, po edhe femrat janë aktiv që të marrin pjesë. Sporti i harkut është një shembull shumë i mirë që sot tregon që vajzat, femrat marrin pjesë në sportin e harkut. Federata e Harkut. Bravo! Sa kohë ke që merresh me sportin? Kam pothuajse 7 muaj që nga nëntori i vitit kaluar. Si e nisa? E nisa sepse më pëlqeu shumë një sport që donte disiplinë dhe shumë përqendrim dhe profesori më mori dhe më mësoi këtë sport të bukur. Bukur, si e me shenjën? Po besoj mirë, disa shenja mund t'i kap 9-10. Por kur thonë, pse zgjodhi këtë sport, ti kundërshton edhe thua mirë bëra? Mirë bëra sepse më pëlqen shumë, më mëson disiplinë, mund të përqendrohem më mirë, jam më e qetë me veten time. Sot që erdhe në Pukë ishte një qiker. Po, ishte qiker, po s'ka problem. Më bukur doli. Sa po llogaritë dhe forcën? Jo, s'ka gjë, llogaritë forcën e erës dhe ja dolën ban. Okej, sa shoh që jeni gjithsej nga Elbasani? Sot jemi vetëm 2 për harkun, por besoj se herën tjetër do jemi akoma më shumë. Okej.
Do i ftoj vajzat e tjera? Normal që do të ftoj, sepse është shumë event i bukur. A bë një ftesë të bukur për goca, që ju mësojnë harkun sepse. Duhet ju mësojmë harkun sepse ju ndihmon shumë. Ai është një sport shumë i bukur dhe ju ndihmon me përqendrimin, të jeni më të qetë me veten tuaj dhe mund të keni shumë qef në evente të tilla. Shqipëria ka traditë në qitje. Janë qitësa tanë të jashtëzakonshëm që kanë marrë medalje që në kohën e para viteve 90 që kanë nderuar Shqipërinë me kampione Europe, kampione bote, mesdheu dhe të gjitha. Dhe ne duam që këtë sport të traditës në Shqipëri, siç është qitja, siç kemi marrë dhe kohët e fundit, 2 sportistë tanë kanë marrë medalje në kampionatin botror, mendoj që ne nëpërmjet këtyre aktiviteteve e promovojmë më shumë, që pse jo të kemi dhe ekip qitje, dhe ekip pjateli, dhe ekip harku që me fjalën e tij presidenti shumë sportit Pukët Përparim Laçi premtoi që shumë shpejt do të krijojmë një ekip vajzash dhe djem këtu në Puk për sa i përket sportit të harkut dhe sportit të qitjes, dhe ne sa më shumë sportet kemi në qytetet tona do të kemi më shumë rezultate, sepse në teorinë e sportit është sa më shumë masivizim do të kemi më shumë këndzjeri, më shumë cilësi dhe më shumë kampiona. Harku është një sport shumë i bukur që ka veti shumë të veçanta krahasim me sportet e tjera. Harku rrit përqendrim, të ndihmon të jesh i fokusuar tek objektivi jot dhe këto veti të ndihmojnë të ti bësh në jetën e përditshme në shkollë, në familje, si për shembull të jesh i fokusuar tek mësimet, e përqendruar tek mësimet, tek jeta e përditshme. Ky sport të ndihmon të nxit më shumë për jetën e përditshme. Me qenë se Federata e Qitjes përfshin disa disiplina, ne kemi qitje me ajër, kemi dhe qitje me pjatel. Në pjesën e disiplinës me ajër, mund të themi që Federata e Qitjes është pararoj, sepse ka 40% pjesëmarrje të femrave. Problemi është në pjatel, ku pjesa më e madhe janë meshkuj dhe mund të kemi diku ke 5% ose 10% pjesëmarrje e femrave. Pra, ka vështirësi, sepse është lloji i sportit në ambient të hapur, është pjesa e logjistikës më tepër, sepse në qytetet kryesore nuk ofrohet ky lloj sporti në këto ambiente. Ne zhvillojmë Kupën e Veriut dhe Kupën e Jugut në Berat dhe janë infrastruktura të posaçme për zhvillimin e këtij aktiviteti. Megjithatë, synojmë patjetër dhe qëllimit të federatës janë që të rrisin numrin e femrave edhe në këtë sport. Mes pjesëmarrësve sfikatje dhe sportisti më i vogël i aktivitetit, vetëm 11 vjeç nga fshati Mushani Dajçit në bregun e Bunës. Prania e tij ishte një tregues se sportit e natyrës, po zgjojnë interes edhe te brezi më i ri, duke garantuar vazhdimsinë e tyre. Ti ishe më i vogël këtu dhe more një certifikat, ë? Po. Po sa kohë ke që merresh me këto? Mund kem 2-3 muaj. 2-3 muaj. Po. Kush të futi në këtë? Babi. Babi, ë? Babi është antar, ë? Po. Sportist? Ka të pëlqen të të Po. Nuk e frikë nga të shtëpi? No. Fare. Dëshiron të vazhdosh së bashku me babin, ë? Po, me babin. Nga çfarë vendi je ti? Nga Shkodra. Çfarë vendi Shkodra apo në qytet? Mushan. Në Mushan, nga Mushan. Okej, bravo. Çfarë klase je? Klasë 6. Të lutë, okej. Unë gjuaj të harkun, unë gjuaj pjatelin, patjetër, unë vetë preferoj t'i bëj të gjitha. Sigurisht se cili në ato nivele deri ku e ndjen veten, sepse sporti nuk ka të bëj me sforcimin. Është pjesë tjetër ajo e sportit elitar ku secili e menaxhon vetë pjesën e aktivitetit. Kështu që unë vazhdoj të jem me këshillën që provoni çdo lloj sporti edhe aty ku e gjeni veten do të ndjeheni shumë mirë. Një nga figurat më të vlerësuara të kësaj dite ishte presidenti i klubit sportiv Tërbuni Përparim Laçi, i cili mbajti peshën kryesore të organizimit.
Unë në emër të institucionit bashkisë dhe veçanërisht kryetarit bashkisë shpreh falënderimi për këtë organizim të këtij sporti të organizuar në Puk. Nuk është njerësi, megjithatë neve jemi shumë të lumtur që ky aktivitet u përzgjedh në qytetin e Pukës. Ky kampionat nuk përbën vetëm një garë sportive, ai bën edhe vete, promovon vlerat, kulturën, gjithë pasurinë që ky territor dhe ky ambient shpalos në syt e turistave, kryesisht aventure, po jo vetëm. Është i sponsorizuar 11 vite nga shoqata Shumë Sportesh nga Hani Përparim Laçit. Është një aktivitet shumë madhështor, por se edhe nën përkujdesin e bashkisë. Ai mbuloi të gjitha shpenzimet e mikpritjes dhe organizimit të aktivitetit në Puk. Vetëm për fishekët e përdorur në garë u investuan rreth 1.5 milion lekë të vjetra. Për këtë përkushtim dhe bujari, Përparim Laç mori falënderime të shumta nga drejtuesit e federatave, sportistët dhe pjesëmarrësit, të cilët vlerësuan jo vetëm organizimin, por edhe dëshirën për ta kthyer Pukën në një qendër të rëndësishme të sporteve në natyrë. Duke bërë një aktivitet të tillë, vinë në Pukë 200 persona, sportistë, trajnerë, drejtues që të cilët vinë, hanë, pinë, flenë këtu me paratë e tyre. Pra, ekonomia e vogël e Pukës merr disa të ardhur adytësore që si kishte planifikuara nëpërmjet sportit. Por nëse ne bëjmë më shumë aktivitete të tilla, do të ketë më shumë para për bashkinë, do të ketë më shumë vende pune, do të ketë më shumë kamarierë dhe njerëz tjerë që do të shërbejnë. Prandaj i kam bërë dhe vazhdoj të bëj thirrje, sepse sporti nuk bëhet në Komitet Olimpik, nuk bëhet në federat. Sporti bëhet në bashki, sporti bëhet në shkollë. Prandaj kryetarët e bashkisë duhet të kenë shumë vëmendje për ekipet sportive në shkolla që ne jemi prezente në gjithë Shqipërinë dhe këtu në Pukë që kanë një palestër të jashtëzakonshme, nuk kemi një ekip vajzash apo djem në voleboll dhe në basketboll. Prandaj është detyra jonë të vimë, të sensibilizojmë këtu, të flasim me drejtorinë sportive, me kryetarin e bashkisë dhe me gjithë aktorët dhe faktorët lokal që Puka të jetë në të gjithë rrjetin e ekipeve sportive në shkolla, kur ne përpara 2 javësh organizuam një kampionat kombëtar për të rinj në boks mu në mes të sheshit në bashkinë e Pukës. Pra ky është sporti dhe fal këtij njeriu si Përparim Laçi që i ka dhënë zë dhe i jep gjallëri lëvizjes olimpike këtu në Pukë. Fusha sportive pranë Hanit të Përparim Laçit tashmë ofroi mundësi për ushtrimin e aktiviteteve gjatë gjithë vitit me instruktor të specializuar dhe kushte që favorizojnë zhvillimin e qitjes sportive dhe harkut. Madje është bërë ditur se së shpejti Puka do të krijojë edhe ekipin e saj të harkut, duke zgjeruar traditën sportive të zonës. Ambienti kërkon afër kushte minimale, janë gjitha kontributi personali imi, është pista skive kompletuar me teleferik, me poligonin e qitjes modern, po të thushte qitjes me pjatel. Tash janë edhe këta të harqe, po harqet kanë më pak pajisje, kështu që është shumë e mundshme që të ketë gjithkushe ca tabela, por që ka dhomatëveshje, ka tualetet e rregullta, ka vend që bëndaj për dimër dhe për barë, po ka edhe fushën e patinazhit që për dimër ngrihet edhe natyrale, bëhet patina natyrale, cilat për herët parë në Shqipëri është banë natyrale këtu tek unë në Pukë. Pastaj kanë filluar dhe fushat mbyllura tash që bëjnë resorte të ndryshme. Poligoni është i hapur për gjithë. Kjo është një vend publik, domethënë se mund të vinë çdo njeri, bën gujt nëpër Pukën dhe mund të vinë të bëjnë qitje këtu, ose me hark ose me pjatel, murin alpin, ka disa lloj aktivitetesh që mund t'i bëjmë këtu më kompleksit. Pra nuk është tipi i plazhit. Ja. Edhe është çdo gjë është aktive dhe më kryesore është se çdo gjë është free këtu. Mund të vinë me fëmijët, bëjnë provat, servitin e fëmijët, çdo gjë komplekse jashtë. Gjithë ky kompleks sportiv është në dispozicion të turistëve që vinë në Pukë pa kurrë pagesë. Bravo. Vetëm ata mund të shfrytëzojnë ambientet e Hanit, bukuritë të Pukës, liçenit, gjitha, pastaj vinë patjetër se po çdo gjë nën kujdesin ton. Sigurisht duke mësuar, duke ka instruktor të çfarë. Po, patjetër jemi certifikuar për armë për gjitha. Në kategori të alpinizmit, gjuhëtis, gjitha. Që janë në dorë të specialistëve. Po, patjetër, sigurisht. Për te garës dhe fituesve, mesazhi më i rëndësishëm i kësaj dite ishte promovimi i jetesës së shëndetshme në natyrë.
Aktivitetet e tilla jo vetëm forcojnë lidhjen e njerëzve me sportin, por ndikojnë drejt për së drejti edhe në zhvillimin ekonomik të zonës, duke sjellë vizitor, duke promovuar bukuritë natyrore të Pukës dhe duke mbështetur bizneset lokale. Këtu mund të vinë çdo turist, çdo njeri që viziton Pukën, poligoni është i hapur gjithmonë me njerëz të përgatitur, të specializuar për armë të zjarrit dhe është funksional gjithmonë. Është një sport që ka adrenalinë, është marrë zjarri, nuk është i vështirë, shumë i lehtë për ta përdorur dhe është 100% i sigurt, nuk ka probleme. Puka ka një natyrë të bukur, ka pasuri të shumta që është e bekuar dhe ne nëpërmjet këtij aktiviteti synojmë që edhe ta promovojmë, por që të kemi edhe bashkëpunime të teshme me institucionet qendrore dhe sportive që t'i japim zë jo vetëm zhvillimit të sportit, por dhe zhvillimit të Pukës si destinacion turistik. Të sport kam mbi 13 vite, 14 vite. Ky është rezultati i parë apo ke arritur disa? Jo, i katërti. I katërti, pra ti je kampion i Shqipërisë. Kampion Shqipërisë. Kampion i Shqipërisë. Se vjerë sot, do të thënë ishte një fitore që u fituar lehtë apo pa vështirësinë vet. Vështirësinë vet ai ka, po shumë i kënaqur. Ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë, po kur arrin një rezultat të arsyeshëm, jemi shumë të gëzuar. Ishte fresk, po ishte verë. Po, era bën punën e vet. Ndikoi kjo në rezultat? Po, ndikoi shumë. Pra ti u matë mirë. Po, arritëm i kapim pikë. A bëj fjalë për një ekip njerëzish shumë të aftë, a? Po, patjetër. Gjithmonë Lezhë, gjithmonë kampion Lezhë. A kampion Lezhë? Për gjithmonë. Çfarë ndikon te Lezhë? Te Lezhë ushtrimi gjithmonë, numri 1 është ushtrimi. Sa më tepër ushtrimi i këtij sportit, aq më rezultate ke. Pra ne kemi një ekip që jeni komparë dhe një së vite vazhdimisht. Patjetër. Nuk keni një javë para kampionatit? Jo. Si mjeta si ditë para kampionatit, bilës se kena lënë. Po janë të gjitha grup moshat. Janë të përfshirë të gjithë. Janë të gjitha grup moshat. Të gjithë vini nga familje gjuetarësh? Po. Ka të vinë që se ka pas gjuhëshifar gjuetar, po është. Unë se ka pas. Që doli kampion. Po, kjo ka gjo ka doja. Ky që nuk e ka pas, ka dalë kampion. Një thirrje për të gjithë ata që e shohin shumë me çudi këtë sport, jepen mas futbollit, basketbollit, por duhet ta dinë që ky lloj sporti jep emocion. Shumë emocione. Gjuetia, ky lloj sportit është pasion i lindur. Në çfarë moshe duhet ta fillojmë? Po, 15 vjeç. 15. Po rregullat këtu në Shqipëri janë 25 vjet. Ekipin e Lezhë mbështetet, jam shumë përreshtare. Financiarisht apo i Jo, vullnetare. Vullnetare. Do të thonë ti kampion nuk e një rrogë. Jo. Po jam pasion nuk e lëm këtë, më thon drejtën, po. Po me shokët ama duhet festonin Lezhë. Patjetër. Ky mon fest ka të shtëpia se ka. Drekën ka shkoj rrugë. Të shtëpia ka festën e molle. Faleminderit. Atëherë në përfundim të aktivitetit, ku sot morën pjesë 3 federata, Federata e qitjes Mbjatel kryesisht që performojnë me qitje, Federata e Harkut që vjen për herë të parë në Pukë dhe një sport që ne na jep nismë dhe na gëzon që duhet marrim pjesë dhe siç e thash parë sot i vjet do të ketë edhe Puka një ekip në këtë federat dhe Federata e Alpinizmit që sot unë jam këtu përfaqësues i kësaj dhe nuk përfaqësoj Federatën e Alpinizmit, sot përfaqëson Federata e Alpinizmit Kastriot Faci këtu, me një grup shumë të madh se po bën nxitje rrotull kunorës Pukës, një hiking dhe na ka ndëruar sot me pjesëmarrjen e tij. Në përfundim të garave, sekretarja do të lexojnë emrat e fituesve me radhë. Ai që një gjon emrin vjen e merr certifikatën. Të gjithë jeni kampion, të gjithë keni dalë mirë, por se këta janë disa çmimuj moral, se ne i ndajmë, mirë do të ishte material, por ekonomia ime është kaq sa për më ju gëzu ju me një aktivitet dhe me një drek festive, dhe s'kam pas mundësi për më ju pas çmimuj moral. Unë mendoj si do të kënaqemi gjithë bashkë, sepse siç e thash edhe parë, për çmimuj moral duhet të jesh i angazhuar me bashkia, gjithë institucionet që dojnë Pukën dhe dojnë të ardhën e këtyne fëmijëve tonë. Ju falenderoj gjithëve. Vendi i tretë, ekipi i Lezhës. Vazhdojmë vendi i dytë, Vau Idejës. Vendi i parë, Tomorri. Penalti 2014 vjeçar. Urime, shumë urime. Atëherë, vazhdojmë vendet individuale. Nga vendi i tretë, Mustafa Balla, Tirana. Urime.
Urime. Vendi i dytë Mustafa Cafi Shëngjin. Po thërrasim edhe vendin e parë Alban Ndoj Lezhë. Urime Alban, urime. Bravo. Atëherë, ne kemi gjithashtu edhe disa tituj të tjerë që thjesht janë stimulues dhe individual. Më lejoni t'ja jap zotit Përparim Laçi si presidenti i ekipit organizator më të mirë. Të lumë të goja, urime Sapi. Urime mjeshtri i madh i sportit. Tjetër është Enes Mehmetaj, Shkodër, sportisti më i ri i eventit. Urime! Hajde këtu Enesti! Bëj një foto këtu. Bravo, bravo! Neve të rinë duam, po kjo nuk do thotë që nuk vlerësojmë të vjetrit. Gzim Mehmetaj, Shkodër, sportisti nderit për këtë event. Hajde Kezo! Edhe Bosha, ma vjetër. Presidenti e... E këzëf, vitin tjetër këtu prapë, Edhe një të fundit kam unë, Hamza Qevani i Tomorrit, organizatorin derit. Bravo! Mos na akuzoni për ile. Kupen e këtij aktiviteti e merr ekipi i Tomorrit Beratit. Po ja dorëzoni. Dhe të cilën e merr zoti Hamza dhe ja dorëzon personit që është kup e vendi në emër ti. Aktiviteti. Hajde Hamza. Ona Hamza. Urime. Faleminderit. Dorëzoja Urime të mushin e respekt për ty. Hamza i foto me grupin. Gjithë bashkë këtu pas nesh të bëjmë një foto të përbashkët. Aktivitetin e konsiderojmë mbyllur. Ju lutem, asnjë njeri nuk kam qef ekipet që t'ikni pa hëngër drek bashkë gjithë se të fësojnë. Në përfundim të aktivitetit, të gjithë pjesëmarrësit u ftuan në një drekë tradicionale shoqëruar me muzikë në një atmosferë miqësore që e ktheu garën në një festë të vërtet sportive. Në fund Kupa e Veriut, Ferit Demushi dëshmoi se kur bashkohen pasioni, tradita, natyra dhe mikpritja, lind një aktivitet që lë gjurmë. Puka nuk ishte thjesht mikpritse një kampionati, ajo tregoi se i ka të gjitha mundësitë për të shndëruar në një destinacion të rëndësishëm të turizmit sportiv dhe të aktiviteteve në natyrë në Shqipëri.